Përjashtimi është ose të përjashtojnë ose nuk të përjashtojnë, po vetë përjashtim kur nuk thua vetë. Si t'ju prezantoj? Si ish deputet, si antar kryesie të Partisë Demokratike, si politikan? Siç më prezantuat si Ervin Caljani, besoj që secili prej qytetarëve ka, po themi, edhe njohjen për shkak të profilit që kam krijuar në vite, po ka, po themi, qëndrimet e veta, po ashtu, ndaj figurës. Jam i saktë nëse ju prezantoj si antari kryesisë së Partisë Demokratike, apo pa diskutim, nëse jo, nuk bëjnë lapsus, se ju jeni, po themi, një prej gazetarëve të profesionistë. Prandaj ju pyes edhe ju për ta marrë nga afër informacion. Dhe logjika është e qartë që në çdo vend, po sidomos në, po themi, edhe në Shqipëri, ajo që përcakton nëse ke një funksion ose jo, përcakton rregullat, pra kushtetuta për shtetin dhe kushtetuta e partisë për partinë që është statuti. Kështu që për shkak të votave që ka marrë masivisht në zgjedhjet 2021 dhe për shkak se unë kam qenë në kryetari i grupit parlamentar të gjithë fraksioneve kur ishte partia e qartë dhe për arsye që unë nuk u largova me votë, po me vendim gjyqësor nga parlamenti, pa diskutim që unë jam antar kryesie. Se unë e di ku të referojnë termit, po themi, të pa dëgjuar më parë, që është vetë përjashtim. Pra nuk ka në Shqipë dhe nuk ka konceptualisht, nuk ekziston, po duket që kushdo që ka shpikur është në një situatë të sikletshme, sepse po duhet të jetë në një siklet kush i shpik këto terma, se përjashtimi është ose të përjashtojnë ose nuk të përjashtojnë, po vetë përjashtim kur nuk thua vetë, nuk më duket se qëndron. Siklet karrikesh. Siklet karrikesh. Pa diskutim. Pra të thuash siklet karrikesh, siklet mos përballje me argumenta, siklet për mendimin ndryshe. Pra të mos përballosh do të mendimin ndryshe, të mos kesh argumentin me kundër argument, po të kesh sul me hadominem në personale, të pa bazuara, të pa faktuara dhe të pa cipa, do të thotë që ka një siklet. Dhe kushdo që ka një siklet duhet të mbajë sikletin.